Gjennetin ta në kërkoj o Zot, në njijet pëmbe me fruta plot, në shtëpi të paqes të jem përher, aty ku vdekja më kurs në merë. Kultu që drite ullur për bal, e pran familjes duke unë shmal, e pran lumejve që gurgullojnë, aty ku t'mirat kur nuk mbarojnë. Gjenneti yt I ka të dyr, prej cilës dha mu kanë me mthir, të lutem Zot me ngulm kërkoj, Firdausin dua ta shëgoj. Afër burime dhe dua t'jem, ku shpirti qlodhet e gjen me lhem, aty t'kënaqe me t'baj se fa, e t'mund t'a shohun atë Mustafa. E pra hatun s'ka me u ba, pytyrën tane Zot pa e pa, një fjallë prej teje pa e dëgju, kur nuk hidrohe bun ma me ju. E pra Vëllezër, mirë se keni ardhur. Ju përshëndes gjithë, selam aleikum. Gjithashtu e përshëndesim hoxhën Enis Kebuti, I cili na vjen nga Rahovnici. Hoxha ka studiuar një kohë në Turqi, pastaj studimet universitare ka bërë në Medinë. Hoxha ka ardhur me shërbyen e një xhami shqiptare këtu dikon në Gjermani, mirë po sonte është musafir jo, e lusim Allahun xhaleshanu me shpërblyje, që ka bo mund e ka sertifikuar nga Otela, na ka nderuar, lusim Allahun xhaleshanu me shpërblyje, me nderuar për këtë sakrificë që e ka bo, në emër të xhamatit tonë, po të falenderojmë, mirë se ka Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, atë e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që Allah udhëzon në rrugën e tij, s'ka kush që e shpije në humbje, dhe atë Allah që e shpije në humbje, s'ka kush e udhëzon përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Paqe, bekimet, salavatet I dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij, I përmbajnë sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Spari besimtar të nderor, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men la yashkurullah, la yashkurun nas. Men la yashkurun nas, la yashkurullah." Kush nuk e falendron njerëzit, nuk e ka falendruar Allahun. Në spari kom me njohje dhe du me falendru kryesin e kësaj xhamie me kryetar mësimaratin dhe me kryesin që e ka këtë xhami, por edhe me juve xhamatin që jeni përgjigj ftesës për këtë ligjërat. Lutem Allahun subhanahu wa taala që më na bëj sinqert për çdo fjalë që e themi,
Lusim Allah subhanahu wa ta'ala që me na mundësu me përfitu nga këto mezhlise të dijes, nga këto mezhlise të hajrit, nga këto mezhlise ku pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam na ka treguar, na ka thënë që janë mezhlise të bereqetit, mezhlise ku melaiket i posedojnë dhe melaiket janë prezent në këto mezhlise. Lusim Allah që me na bëjë sinqert dhe me përfitu ju dhe neve për ashtu. Nuk ka dyshim se të nderuar vllazëni se hoxhallarët kanë qenë që kanë shtilu disa tema që shpesh e keni ndëgjuar. Por unë kam sjellë një temë që është rëndësishme, është përmend shumë tek hoxhallarët, por tregon për rëndësinë që ka kjo temë. Dhe neve ndonjëherë muna me ndëgju disa ajete, muna me lexu disa hadithe, muna me lexu disa ajete shpesh herë. Por vlerën e asaj ajeti e kuptojmë vetëm kohës provash. Apo vlerën e atij ajeti e kuptojmë ndonjëherë kur na godit diçka. Dhe neve e dim shumë mirë se kur pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka vdek, atë Omer radhiyallahu anhu shahabo. Omer radhiyallahu anhu ka shkuar dhe ka thënë, kush thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, unë kam ja prej qafën e tij me shpatën time. Se pejgamberi ynë nuk ka vdek, por ai ka shku te Zoti, ashtu si Musa alayhis salam ka shku te Zoti. Dhe kush thot që ka vdek, kam ja prej qafën e tij me shpatën time. Kjo tregon se nuk e ka pranuar faktin që pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Por kush ka qenë ai i cili ja ka ngushtuar zemrën e Omerit edhe zemrat e sahabëve? Kush ka qenë? Ka qenë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Ka qenë njeri më i mirë pas pejgamberëve. Njeri i cili ka qenë besnik, i cili ka qenë më afërt me pejgamberin e Zotit, i cili ka sakrifikuar të gjithë pasurinë, vetëm që ky din, ky islam me qenë prezent. Andaj ky që ka thonë ky pejgamber, ky halife i parë i muslimanëve, ja ka lexuar një ajet në të cilën sahabi dhe Omer sikur për herë të parë me ndëgju. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Muhamedi nuk është tjetër veç se i dërguari i Zotit. Para tij kanë kaluar shumë pejgamber. A mos vallë nëse ai vdes, ju keni mu kthy mrapa në fenë e mëparshme, në fenë e xahiljetit? Është ajet koranor. Dhe Omer radhiyallahu anhu thot, sikur për herë të parë me ndëgju këtë ajet. Edhe neve, ka mundësi disa këshilla me ndëgju shpesh, disa ligjërata me ndëgju shpesh, por kur na reflektojnë e zemrat tona, atëherë kur jemi maskishti, atëherë kur kemi nevojë për me ndëgju diçka, na vjen disa ligjërata, disa shkputje të ligjëratës që na flladitin zemrat tona. Dhe ky ajet është padyshim që për Omerin shpesh Omer edhe sahabët kanë ditë të përmendsh, por vlerën e ka kuptuar vetëm pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka thot Abu Bakr radhiyallahu anhu, ai që beson Muhamedit, le të di se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Dhe ai që beson Allahut, le të di se Allah është i gjallë dhe nuk vdeskur. Andaj do të na tregon neve që mbështetja është vetëm tek Zoti. Dhe mbështetja do të më qenë vetëm tek Allah subhanahu wa taala, dhe jo tek njerëz apo tek shkaqe të tjera. Dhe kjo është si hymje. Dhe qëllimi i kësaj ligjërate që e bën këtë hymë është që neve shpeshherë kemi ndëgju që qëndrueshmërinë në fenë e Allahut. Neve alhamdulillah, begatia më e madhe, begatia më e rëndësishme që një njeriu Allahu subhanahu wa taala jep, padyshim që është udhëzimi. Që Zoti më të bëjë me qenë udhëzueshëm me qenë në Islam. Nuk ka begati më të madhe se udhëzimi në fenë islame. Dhe pas udhëzimit, pas begatisë së udhëzimit, nuk ka gjë më të madhe se Allah subhanahu wa taala me të bëjë të qëndrueshëm në fenë e tij. Me të bëjë të qëndrueshmëria, al-istiqama që është në gjuhën arabe, që me qenë i qëndrueshëm, i paluhatshëm, me qenë stoik në rrugën e Allah subhanahu wa taala. E kjo ka mund, ka sakrificë, keme lënë vetën keq, keme e lënë familjen keq, vetëm për hir të kësaj feje islame. Neve shumë mirë dim që shpesh herë imamët në hutbet e xhumas, në hyrjen e hutbes me yahdihillahu fala mudilla lahu
wa man yudlil fala hadiya lahu. Ka Allahu ozon në rrugën e tij, s'ka kush që shpinë e humbje. Dhe ka Allahu shpinë e humbje, s'ka kush që ozon përveç Allahu subhanahu wa taala. Për rëndësia, kimeti i udhëzimit ka vlerë të madhe, saqë shumë e dim neve se pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka bazë dëshirë që xhaxhai ti me udhëzu Ebu Talibi. Saqë ka bëj istikfar pas vdekjes së tij. Për çka vjen ajeti kuranor, innaka la tahdi man ahbabt. Ti nuk mundesh me udhëzu kam do ti. Walakin Allah yahdi man yasha. Se vetëm vërtet Allah subhanahu wa taala udhëzon këtë doj. Kjo ka ardhur si shkak se pejgamberi i Zotit ka bo doa pas vdekjes së Ebu Talibit, i cili ka vdekur në mosbesim. Dhe shumica dim shumica të pejgamber tjerë. Nuh a.s. ka pas qef që djalli ti me qenë udhëzu. E pejgamber tjerë, Ibrahimi a.s. që ka pas qef që baba e ti me qenë udhëzu. E shumë tjerë, edhe neve, këtu ku jemi familjar, që Zoti na ka bo me qenë në këtë xhami pe xhamiut të Allah subhanahu wa taala, në këtë shtëpi pe shtëpive të Allah. Kemi dëshirë që familjar tonë me qenë të udhëzu. Por kjo nuk është në dorën tonë. Kjo është në Allah subhanahu wa taala është kompetent për këtë gjë. Thotë Allah subhanahu wa taala po ashtu për vlerën e udhëzimit, yahdillahu li nurihi man yasha. Allah subhanahu wa taala udhëzon me dritën e tij, drejt dritës së tij, pra drejt Islamit këtë dorë. Andaj ti mundohu, ti si besimtar që Allah subhanahu wa taala të ka bëu me qenë udhëzueshëm, ti qëndrueshmëria jote në fe është që me i bo davet, me i bo thirrje familjes tënde së pari. Pa kjo tregon që nëse Zoti ka bo me qenë udhëzueshëm, atëherë shkolla kryesore është që ti me i bo dhe familjarëve davet udhëzim, me i bo thirrje, a udhëzon, a nuk udhëzon është çështja e Allahut subhanahu wa taala, ti me hek barën tënde mbi supet tua. Pero kjo është që kemi thënë që fillim hymje që udhëzimi është begatia më e madhe, por edhe qëndrueshmëria në fenë Allah subhanahu wa taala është njëra prej begative më të mëdha që besimtar duhet m'ia ditë vlerën e tij, dhe kemi thënë që ka sfida, ka sprova, por ai i cili është i lëkundshëm, ai nuk mundet me i bë këto sprova. Ai që është i pa lëkundshëm, ai edhe nëse është sprova e madhe, edhe nëse është fitnë e madhe, ai qëndron pa lëkundur, qëndron stoik dhe nuk lëkundet. Nuk lëkundet nëse një erë e madhe, si pema që ka rënjet e forta, nëse fryn era fort, ai lëkundet, por nuk rëzohet. Edhe ti si besimtar, duhesh me qenë për atyre të cilët, nëse ka ndodhur një sprovë, një fitnë, nëse imani jot është dëpsu, nëse po të shkon ka gjunahet, di që besimi, akide që ke mësuar në akide, ajo të bën që ti nëse të bën gjunahe, atëherë me u pendu me njëherë dhe me qenë stoik në këtë rrugë të Allah subhanahu wa taala. Istiqamja, qëndrueshmëria në fenë Allahut ka qenë urdhër edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirt. Thot Allah subhanahu wa taala, qëndrohu i pa lëkundër, qëndrohu në fenë e Zotit ashtu siç je urdhëruar. Andaj pejgamberi i Zotit ka qenë i urdhëruar që me qenë i pa lëkundër, me qenë i qëndrueshëm në fenë Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu është një ajet që tregon për rëndësinë e qëndrueshmërisë në fenë e Zotit. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu ka mi forcu ata që besojnë me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Thot Allah subhanahu wa taala, zullumçorët, Allah subhanahu wa taala ka mi lënë në humbje dhe Allah subhanahu wa taala ka më bërë çfarë do me ta. Për ky ajet kuranor tregon ne që Allah subhanahu wa taala çka do të thonë yuthabbitu Allah, çka do të thonë qëndrueshmëria. Disa komentatorë të Kuranit e kanë komentu këtë ajet, si Ibn Sa'di, Imam Ibn Sa'di, apo edhe komentatorë tjerë, që kanë thënë për këtë ajet, që Allah subhanahu wa taala yuthabbitu Allahu alladhina amanu, që Allah subhanahu wa taala ka më përforcu ku? E para është që Allah subhanahu wa taala ka më përforcu si Rabb, keni me qenë të fortë në jetën e kësaj dynjaje, si besimtar të devotshëm, që ka më rujt Allah subhanahu wa taala për çdo gjunohi,
që mos me shku në atë gjuna. Që Allah subhanahu wa ta'ala ka mirujt nëse keni një shoqëri në të cilën shkon në gjuna dhe ju thet juve, Allah subhanahu wa ta'ala ka mirujt mos me shku në atë gjuna. Pra kjo është ajeti komentimi I parë I kësaj, por ashtu kam ju mundësu që me bo vepra të mira dhe me urujt prej gjunaheve. Pra kjo është ju thabitullah, Allah ka mirë bëhet të qëndrueshëm në fenë e tij, që mos me qenë të pa lëkundshëm, me qenë stoik në kryen e ibadeteve, në largimin e gjunaheve dhe largimin e vezveseve. Që besimtari musliman mos me pas vezvese në besimin e tij, që mos me pas vezvese në ato besim që e bën ai, që me qenë nëse vjen ndonjë fitnë, ndonjë sprovë, ai me ditë që besimin e Zot që ka marrë din bazamentin e tij, tauhidin e tij, njëshmërinë e Zotit, edhe nëse ka dyshime, edhe nëse ka divergjencë, ai qëndron historik I palëkundur, ka qëndrueshmëri të fortë. Po ashtu, vjen komentimi tjetër për thotë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka me bërë të qëndrueshëm në natën e varit. Në natën e varit, Allahu subhanahu wa ta'ala ka me bërë të qëndrueshëm, kur ka me pyet tri pyetje, që për gjuhët tona tani janë shumë thjeshta, kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Tani, jemi në gjendje gjithë mu përgjigj. Për natën e varit, në natën e varit gjërat janë ndryshe. Gjërat janë ndryshe, njeriu nuk mundet me u përgjigj lehtë ato. Vetëm nëse ka besuar sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala, vetëm nëse ka rujt besimin e tij, atëherë ka më përgjigj këto tri pyetje. E nëse përgjigjet ai ka me pas një jetë tjetër në jetën e berzahut. Ka me qenë për të shpëtuar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu, disa komentatorë tjerë si Imam Baghawiu çfarë thotë për këtë ajet, al-qawlu thabit huwa kalimatu tauhid. Qawlu thabit, fjala e qëndrueshme është fjala e tauhidit, la ilaha illa Allah. Me këtë fjalë që Allah subhanahu wa taala para vdekjes me ta lehtësu me thonë këtë fjalë. Ne dim shumë mirë, kemi raste në familjarët tonë, që pa momentin e vdekjes jena mundu që me ja thonë, me ja përsërit, është dhe besionetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me ja përsërit fjalën la ilaha illa Allah, që me qenë fjala e fundit përpara se mundon ka kjo botë, me thonë la ilaha illa Allah. Se men qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna, është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kush thot në momentin e fundit la ilaha illa Allah ka hyrë në xhennet. Pra njeriu mundohet me thonë këtë fjalë. E Allah subhanahu wa taala nëpërmjet qëndrueshmërisë në fenë e tij të lehtëson që para vdekjes me thënë la ilaha illa Allah. Shumë e dim neve çfarë sprova ka vdekja. Andaj momentin që kemi dorëzu shpirtin, ti Allah të lehtëson që me thonë këtë fjalë. Andaj kjo qëndrueshmëria pyet çfarë? Po ti lehtësoj këto disa gjëra që njeriu nuk i ka kompetencë në të. Po ashtu, njëherë do të me parë parasysh njëre, kur e kuptojmë qëndrueshmërinë në fenë Allah subhanahu wa taala, do të me ditë se qëndrueshmëria tek feja Allah subhanahu wa taala është që besimtari me qenë I bindur tek Allah subhanahu wa taala, me qenë I bindur që kur jep urdhër Zoti diçka, që bëje këtë, fal namaz, jep zeqat, agjëro Ramazan, shkon haxh, mos me pas dyshimin atë. Mos me thon, hajt se shkoj vitin tjetër, hajt se agjëroj edhe pak, hajt se mirë, hajt se kom disa punë, jo. Por besimtari me qenë me njëherë si thot Allah subhanahu wa taala, kur e bën diçka me njëherë me kry obligimin. Ashtu siç e dim shumë mirë kur Allah subhanahu wa taala e ka bë obligim vënien e hijabit kur gratë sahabikët. Momentin që kanë dëgjuar këtë ajet me njëherë e kanë kryer urdhën. Për këtë tregon që edhe neve, nëse dëshirojmë me qenë të qëndrueshëm, do të me njëherë urdhët e Zotit me kryer. Mos me qenë laramani, mos me qenë që I thu vetes besimtar, I praktikon 5 vakte namaz, I kryen obligimet e Zotit, dhe në tjetra me qenë që bën gjëra të mëdha, me qenë për atyre të cilët ky namaz që e fal ti nuk ka reflektuar tek zemra jote dhe jashtë xhamisë nuk ka reflektuar. Pra do të me qenë që ky namaz që e bën ti me reflektu edhe jashtë xhamisë. Që me qenë njeri shembull, që me qenë njeri I cili respekton halefisin, që me qenë njeri I cili respekton kushijun, që me qenë njeri I cili respekton shoqërinë ku jeton. Pra ky namaz, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, namazi me të vërtetë largon
prej gjëra dukurive të këqija. Pra ky duhet me qenë qëllimi i kryesor jonë që ndryshmis fenë e Zotit, që me qenë të qëndrueshëm dhe mos me kanë aty që lëshem pe në urdhat e Zotit. Neve shumë e dim në zakonet tona neve nuk lëshem pe traditat tona në veshjet kombëtare kështu me radhë. Kur bëhet diçka, ja kjo është zakoni jonë, është tradita jone. Nuk lëshem pe dem baba dem. E kemi këtë fjalë. Dem baba dem neve e kena bëu kështu dhe nuk kanë bëu kështu. E ku është në aspekt me fenë e Zotit? Sa jemi dem baba dem në aspekt me urdhat e Zotit? Sa jemi dem baba dem kur Zoti na urdhëron diçka dhe neve pa më dyshje e kryjm urdhën e Zotit. Pra kjo është qëndrueshmëria në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu qëndrueshmëria është ajeti tjetër i qëndrueshmërisë në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala është innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Me të vërtet, ata të cilët qalu kanë thënë rabbuna Allah thumma istaqamu. Zoti ynë është Allahu, ata që kanë besu dhe kanë thënë Zoti ynë është Allahu. Zoti ynë është Allahu, thumma istaqamu. Pastaj qëndruan të palëkundur në këtë që thanë, që Zoti është në Allah. Neve shumë kemi edhim që besimi është me shqiptu me gojë, me besu me zemër, s'pari me besu me zemër, me shqiptu me gojë, tani me bo vepra të mira. Tri është besimi në Islam. Pra ata që kanë thënë, kanë besu Zoti është Allah, ynë është Zoti, Zoti ynë është Allahu, dhe kanë qenë të palëkundur. Që thot? Thumme istaqamu tatanazzalu alejhimul malaike. Tek ata zbresin melaiket, engjëjt. Dhe çka thënë? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mos keni frikë dhe mos u pikdhoni, por gëzohuni me xhenetin që ju është premtuar. Pra ky komentim, ky ajet na tregon neve që ata të persona që thonë Zoti është Allahu, janë të palëkundur në fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Me lajk të thënë mos u friksoni, se sot keni me hyrë në xhenetet e Allahu subhanahu wa ta'ala, të cilët janë premtuar. Pra ky është synimi kryesor i neve si besimtar, që me qenë synimi kryesor, gjitha veprat që i bëm, që me qenë xheneti. Që synimi kryesor është me qenë xheneti. Pra e xheneti ka disa prej çështjeve, disa prej shkallëve që besimtari ka mira pishmon për një vepër që nuk e ka bë. Pse? Se që jo vepër ka qenë shkak që ky më ngrit edhe një shkallë në xhenet. S'po flasim për mëkatet, që njeriu për mëkate mund në xhenem. Po flasim për njeriu që një vepër të mirë që s'e ka bërë këtë dynjë, ka mira pishmonit se që jo vepër ka qenë shkak që ky mos me ngrit një gradë lart në xhenet. Po dhe xheneti ka grada e shkallë. Andaj ai i cili punon vepra të mira, ai që bën më shumë vepra të mira, ai padyshim që ka më pas grada më të larta në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë ajet Ebu Bekr as-Siddiku, ky halife radhiyallahu anhu, çka ka thënë? La yushriku billahi shay'an. Ata që kanë thënë Zoti ynë është Allahu, ata që nuk i kanë bu Allahu shirk ortakri në Allah subhanahu wa ta'ala. Ata që nuk i kanë bën shirk, nuk i kanë bën ortak. Neve shumë i dim ajetin kuranor, inna Allah la yushrik. Allah subhanahu wa ta'ala nuk e fal shirkun, gjitha gjërat e tjera i fal. Të gjitha gjërat e tjera i fal përveç shirkut. Andaj, ata që kanë besuar që është një Zot, nuk i kanë bërë shirk Zotit. Nuk e kanë ndërruar një Zot tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala dhe qëndruan të palëkundur në këtë. Qëndruan stoik në këtë fjalë. Se neve mundem me thënë shumë lehtë, besojmë një Zot, por kjo ka fjalë, kjo ka vepra të mëdha, që njeriu në kohë provash, në kohë fitnë, në kohë ku ka shirkjate të shumta, atëherë me kuptu, me tregu veten që unë besoj një Zot me tauhidin e tij, njështrinë e Allahut, duke u largu shirkjateve, duke i largu këtyre besotnive kështu me radhë. Për kjo është qëndrueshmëria në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Hasan al-Basri, ky pej tabiinëve të mëdhenj, që thot al-istiqamu ala amri Allah fa'amalu bil-ta'a wajtanibu min ma'siyatihi.
Qëndrueshmëri në fenë e Allahut, që domethënë është me u bind Zotit, që ju thashë më herët. Me u bind me urdhrat e tij dhe me u largu nga gjunohet, mëkatet që Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar me u largu. Na ka ndalu në ato mëkate. Pa kjo është ajo që njeriu me bindje, me u bind tek Zoti, por edhe me u largu nga ato gjunohet që shtin shejtani me i bë. Por edhe vetja e tij e fshihet. Pra kjo është ajo që njeriu duhet me qenë stoik i qëndrueshëm në fenë e Allahut. Shumë lehtë është me pranuar, me qenë që thu jam besimtar, por është vështirë me qenë i qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Me i pyet ata që kanë qenë 50 vite, 60 vite, që kanë qenë të qëndrueshëm, që nuk e kanë lënë namazin, që nuk kanë lënë agjerimin, kanë qenë të qëndrueshëm, si ka kalu kjo kohë, i thonë valla ka pas prova, por me bindjen në Zot, unë kam qenë i pala kundër. Pra dhe neve, duhet me qenë të pala kundër në fejnë e Zotit. Alhamdulillah, ka orë lehtësimet shumë në aspektin e fejës, që njeriu mund me marrë dije për internetit, që njeriu mund me marrë dije qoftë i shtrirë, i ullër, në kërë, të vëzit veture, kështu me radhë. Shumë ka orë lehtësimet më, edhe prapë se prapë kemi pa dituri, prapë se prapë nuk kemi interes për fejnë e Zotit, qysh dana me pas në qëndrueshmëri në fejnë e Allah subhanahu wa taala, nëse nuk kemi dituri bazike për fejnë e Allah subhanahu wa taala, nëse nuk e njohim Allahun që është duhet, qysh dana me pas qëndrueshmëri në fejnë e Zotit. Qëndrueshmëria në fejnë e Allahut fitohet vetëm e vetëm nëse kemi dituri të mirëfillt, nëse kemi dituri bazike, nëse e njohim Allahun subhanahu wa taala ashtu siç i ka hije Allah subhanahu wa taala. Pra kjo është nëse dëshirojmë me e ditë atë. Thotë Allah subhanahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lam tahsu. Qëndroni të palëkundër në rrugën e Allah subhanahu wa taala, sepse ju nuk mundeni me i numëru të mirat veprat që Allahu ka jap. Wa in ta'udu ni'mat Allahi la tuhsuha. Thotë Allah në Kur'an, nëse mundoheni me i numëru begatitë e Zotit, nuk mundeni. Nuk keni mundësi me i numëru begatitë e Allahut subhanahu wa taala që ju ka jap. Andaj e pa dyshim që ju thoshte me begatia me madh është udhëzimi që neve na ka bërë sot me qenë pranishëm në këtë xhami në shtëpive të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot Allah subhanahu wa taala, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Qëndroj palëkundshëm në fenë e Allahut dhe kërko falje. Kërko falje tek Allah subhanahu wa taala, çush ka mundsi kjo? Me qenë i palëkundër në fenë e Zotit dhe me kërku falje. Me qenë të udhëzuar dhe me kërku falje. Çush ka mundsi kjo? Kjo ka mundësi se neve shpesher pas përfundimit të farzit, a thimë të rja astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A keni pyet në herë, pse thënë? Sepse ka mundësi në namazin tonë me pas gabime, ka mundësi me pas ato vezvese të shoh, edhe thëmë astaghfirullah, 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 Allah na fal neve. Por edhe në veprat mira që i bëjmë, prapë se prapë neve kërkojmë falje tek Allah subhanahu wa taala. Po ashtu, edhe kjo vjen që me një pas istikames, pas qëndrueshmërisë në fenë e Zotit, vjen istikfari që njeriu me e hek për mangësive, dobësive dhe me u dorëzu vetëm tek Zoti. Antumul fuqara ila Allah. Ju jeni nevojtar për Allah subhanahu wa taala. Ju keni nevojë për Zotin. Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë për juve. Ai nuk ka nevojë për ju, ju keni nevojë për ibadetin. Ju keni nevojë me ndëgju ligjërata. Ju keni nevojë me fal namaz. Ju keni nevojë me jap zeqat. Ju keni nevojë për dhikr, ju keni nevojë për me lexu Kur'anin. Juve, jo është për të mirën tuaj, për të mirën tonë. Se me këtë ne rrisim fetarin tonë. Neve bëhemi më të devotshëm. Neve rrisim gradët tek Allah subhanahu wa taala vetëm me dituri dhe me qëndrueshmëri tek Allah subhanahu wa taala. Andaj, kjo është prej atyre këtyre ajetit që e nxjerrim. Po ashtu, qëndrueshmëria në fenë e Allahut është me rujtjen e zemrës, edhe me rujtjen e gjuhës, që zemra mos me pas vezvesën e zemrës tona, mos me pas zilinë e zemrës tona, mos me pas hased, xhelozinë e zemrës tona. Që kjo arrihet nëse nuk kemi. Po ashtu, me rujt gjuhën, që besimtari musliman, ajo motër që fal namaz, pesko namaz, dhe nuk kujdeset për gjuhën e tij, fshan, ofendon. Ata dije që ky namaz
s'po reflekton në zemrën tonë. Jo, që nuk ka mundësi me ndalë të shame, jo, ke mundësi. Nëse je pa lëkundën, nëse je qëndrueshëm, mundesh me ndalë. E fatkeqësisht është përhap me të madh tek ne. Një dy shohim me njëri me tjetrin. Shohimi, ofendojmë njëri tjetrin, kemi zëli njëri me tjetrin. Kur Allah subhanahu wa taala ka disa të mira një vllaut, e kemi zëli, e xherozojmë atë. Jo, duhet me kënaq, duhet me pas atë gëzimin tek vëllau që Allah subhanahu wa taala ka begati, rizq e kështu me radhë. Andaj kjo është ajo për atyre që duhet me rujt zemrën pe vezveseve, dyshimeve, por duhet me rujt edhe gjuhën, që mes me folë besimtarët fjalë të këqija, ofendime e kështu me radhë. Po ashtu, qëndrueshmëri në fenë Allah subhanahu wa taala tregon që njeriu me rujtjen e zemrës së tij, e dini shumë mirë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ela wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kullu. Vërtet, në trupin e njeriu gjendet një copë mishi. Nëse ajo është në rregull, nëse ajo është e shëndosh, i gjithë trupi i tij është i shëndosh. Wa idha fasadat al-jasadu kullu. Nëse ajo copë mishi është e prishur, është e samur, i gjithë trupi i tij është i samur. Çka? Wa hiya al-qalb. Dhe ajo është zemra. Zemra është motori kryesor për ty që me qenë trupi i shëndosh. Nëse zemrën tënde e mbjell me dhikër, me përmendje Zotit, me lexim të Kur'anit, me leximin e sahabeve, ngjarjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me motiv që besimtarët merrit dozën e adhurimit, dije që kjo zemër është e mirë, por ajo zemër që bën mëkate, ajo zemër që mbjell vezvese, dyshime të shumta, dije që ajo zemër është e samur. Andaj zgjedh të ndush ti çfarë rrugë dëshiron ti me zgjedh. Po ashtu Allah subhanahu wa taala, po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Nuk mundet me jetë qenë i qëndrueshëm imani i robit derisa të jetë zemra e tij e qëndrueshme. Dhe nuk mundet me qenë zemra e qëndrueshme derisa gjuha e tij është e qëndrueshme. Pa gjuha tregon si çka ke në zemër. Gjuha jote tregon si çka ke në zemër. Andaj kujdes me gjuhën tuaja. Kujdesni me gjuhën tuaja që fletni. Mundohuni që me rujt gjuhën tuaja. Mundohuni që çdo herë me fol mirë, me kujtu Zotin çdo herë kështu më radh. Si besimtari duhet me marrë shkaqet që me qenë i qëndrueshëm në fenë e Zotit. Nuk ka dyshim pe shkaqeve kryesore që besimtari duhet me qenë i qëndrueshëm në fenë e Allah subhanahu wa taala. Pa dyshim që është besimi i sinqert tek Allah subhanahu wa taala, edhe kopja mbas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amrayn. Ju kam lënë ju dy gjëra. Lan tadhillu ma tamsiktum bihima. Nuk kemi një me deviju nëse nuk i lëni këto dy. Nuk keni me qenë të shëndrueshëm nëse i përmbaheni. Nëse i mbani mirë këto dy, kush janë ato? Kitab Allah, hibi Allah subhanahu wa taala dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto dy, nëse ne si besimtar i lexojmë Kur'anin, i lexojmë mësimet e Kur'anit, i kuptojmë Kur'anin, edhe i mësojmë, lexojmë sunetin e pejgamberit, i kuptojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dije që nuk kemi qenë prej të humbur. Dije që kemi qenë prej të qëndrueshme në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida." Dhe thon ata që nuk kanë besuar, sikur me e zbrit Kur'anin për një herë. Për një herë me zbrit Kur'anin, nuk kena qef me prit 23 vite, nuk kena qef me prit sprova, me në zbrit një Kur'an e kështu me radhë, kena qef për një herë me në zbrit. Që thot Allah subhanahu wa taala: "Kadhalika linuthabbita bihi al-fuadak." Neve këtë Kur'an që kemi zbrit gradualisht, për një periudhë 23 vjeçare, 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë, e kemi zbrit që me përforcu zemrën e besimtarit, zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe zemrat e sahabive dhe njerëz të tjerë. Pra, qëllimi i zbritjes së Kur'anit në mënyrë graduale është kjo, që njeriu kur ka sprova dyherë, kur e hap Kur'anin lexon, që jo me ditë çka, me lexu, me përforcu zemrën. Që njeriu kur dobëson imanin e tij, me kap Kur'anin me lexu që me përforcu imanin. Që njeriu
kur i dobësat iman e tij, me harë me fal namaz që me ju po forcoj iman. Pra kjo është ajo që qëllimi kryesor që pse Kurani nuk është zbrit për një herë, por është zbrit në një periudhë 23 vjeçare. Po ashtu pe Kurani është shërim për smundjen e epsheve dhe dyshimeve. Kurani, ai që lexon Kur'an, është shërim për smundjen e epsheve dhe smundjen e dyshimeve. Wa tanzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, dhe Kur'ani, ne kemi zbrit Kur'anin për shka? Është shërim dhe mëshirë për besimtarin. Pa Kur'ani është shërim për besimtarin. E dim shumë mirë kush ka foshnit vetë, kush ka fëmijë. Në momentin që të qanë, me leshu Kur'ani, me ndëgju pa qëtësohen. Ela bi dhikri Allahi tatma'inul qulub, thotë në Kur'an. Me të vërtet, me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, qëtësohen zemrat. Qëtësohen zemrat. Pa dhe Kur'ani është shërim për shpirtat tanë. Neve që kemi nevojë për trupin tanë, që është hajmë e pimë, që i kushtojmë nësi trupit, atër kemi nevojë për zemrën tonë, për shpirtin tonë. Shpirtin tonë duhet me e qëtësu, me fjallën Allah subhanahu wa ta'ala, me Kur'anin. Se ai është shërues. Ky Kur'an është shërues për shpirtat tanë. E sa më shumë që largohen për Kur'anit, dhe sa më shumë zemra jone duhet e sëmurë. Pra, kjo është për Kur'anit. Kjo është gjëja parë që njeriu me qenë me marrë shkaqe për qenë i qëndrueshëm në fenë e Zotit është me përmbajt Kur'anit dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta prej mjeteve që me shtu qëndrueshmërinë në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala është me shtu adhurimet e Zotit, me qenë i vazhdueshëm në adhurimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Qoftë pak ato. Qoftë pak ta. Qoftë 2 rekate të duhas. Qoftë 2 rekate të hyrjes në xhami, por nëse janë të vazhdueshme, padyshim që ka me qenë më të bereqetshme. Qoftë një lexim, një faqe të Kur'anit lexim në ditë, padyshim që janë më të dashur tek Allah subhanahu wa ta'ala, nëse janë të vazhdueshme. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat më të mira tek Allah subhanahu wa ta'ala janë ato veprat që janë të pakta, por janë të vazhdueshme. Adwamuha wa in qall. Janë të vazhdueshme, qoftë ajo që janë të pakta. Pra shtimi i ibadeteve vullnetare është një prej shërbejeve që besimtari me qenë i qëndrueshëm në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ihtadaw zadahum huda. Ata që Allahu i ka udhëzu. Ata që Allahu i ka udhëzu. Allahu ka më ushtu udhëzimin dhe ka më jap devotshmëri. Ti si besimtar, 17 herë ditë lexon ja kan ihdina as-siratal mustaqim. Në surën Fatiha vetëm në namazet farze. Ihdina as-siratal mustaqim, o Zot na udhëzon në rrugën tënde të drejtë. Jemi udhëzu, jemi praktikues të fesë islame, por prapë se prapë bëjmë dua, lexojmë ajetin kuranor, ihdina as-siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën tënde, në fenë tënde. Se udhëzimi është pas udhëzimit. Nëse Zoti ka udhëzu, di se çdo udhëzimi ka grada. Që Allah subhanahu wa ta'ala ka udhëzu, të ka bëmë me fal vetë 5 kur namaz farze, të ka mësu me fal edhe sunetet, të ka mësu me mësu Kur'anin, leximin e Kur'anit, ka mësu me bo hifz Kur'anin, përmendsh. Çdo herë ka gradë udhëzimi. Për shkak të Allah walladhina ihtadaw, ato që Allah i ka udhëzu, wa zadahum huda. Allah ka më ushtu udhëzimin e tij dhe ka më jap devotshmërinë që me bo veprat të mira. Po ashtu prej shkallave, për shkaqeve të qëndrueshmërisë në fenë e Zotit, padyshim është besimi plot në ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala, në premtimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa'da Allah haqq wa man asdaqu min Allah qila. Premtimi i Allahut subhanahu wa ta'ala është i vërtetë dhe kush është i sinqert në këtë fjalë, kush është i sinqert në fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, kush është i sinqert, premtimi i Zotit është hak. Premtimi i Allahut që të ka thënë, ud'uni astajib lakum, më lutni mua, unë kam ju përgjigj, është premtim. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib, nëse më pyesin robët për mua, unë jam afër, ju përgjigjem lutje se lutet kur më lutet mua. Pra është afër Allah subhanahu wa ta'ala, e mban premtimin, por neve na duhet që me bo vepra të mira, që këtë premtim me çu në vend. Në vend që kemi besën Allahut, që kena me qenë stoik në këtë rrugë, kena me qenë të qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala.
i kemi dhënë besën, na ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Ma unë nuk ka më kthy në rrugën e dalaletit, në rrugën e devijimit, por ka me qenë i qëndrueshëm dhe stoik në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu për mjetëve të shtimit të udhëzimit, të shtimit të qëndrueshmërisë në fenë e Allahut, padyshim është që me kërku vazhdueshmëri dhe istikamet deri në vdekje. Që besimtari me kërku qëndrueshmëri deri në vdekje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pe duave më së shumti që ka bërë, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrës tona, ma përforco zemrën time në fenë tënde. Pejgamberi Zotit, që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka fal gjunat që ka bërë dhe hershme dhe të mëvonshme. Ky pejgamber i Zotit, i cili ka me hynë në gjennet i pari, ky pejgamber i Zotit, që Allah subhanahu wa ta'ala e ka bërë pejgamberë më dallun khatem e nëbijin, ka bërë vult pejgamberëve, që nuk ka pejgamber pas ti. Dhe thot, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O përforcues e zemrës tona, përforco zemrën time në fenë tënde. E kush jemi ne? Neve si besim që e bërë dallën, që me 5 kohë namaz apo me disa namazë vullnetare e mendojmë se kemi fituar xhenetin. E nuk e bëjmë duan, o Zot, na përforco zemrën time, ma përforco zemrën time në fenë tënde, se ka mundësi zemra rrotullohet, ka mundësi me deviju. E shumë mirë e dim shkaqe të ndryshme të devijimit të njerëzve që kanë qenë namazlik 5 kohë, që kanë jap zakat, që kanë jap sadakat shumëta, dhe më vjen momenti në fund të vdekjes devijojnë. Vjen momenti që ata nuk i përfirën urdhët e Zotit. Pra, kjo është që Zoti me t'jap qëndrueshmëri deri në fund, që me qenë musliman deri në fund vdekjes, që me qenë për tyre që thënë la ilaha illallah në momentin kur ka me dëzu shpirtin tek Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është ajo qëllimi kryesor, që me qenë stoik deri në fund, me qenë të qëndrueshëm deri në fund të jetës. Po ashtu, shembull padyshim për shkaqeve, padyshim është me pas dituri, me pas dituri tek Allah subhanahu wa ta'ala, me ditë, me njoft Zotin, me njoft emër të tij që thashë më herët, me njoft cilësitë e larta, sikur besimtari e njeh Zotin, ibadeti i tij ndryshe ka me qenë më ndryshe. Ibadeti i tij, koncentrimi në namaz ka me qenë shumë më ndryshe. Kur bën dua, shumë ndryshe bën dua. Bën dua, o furnizues, më furnizo, Rezak apo Tawwab, më mëso që mu pendu. Pra ku i përmend emrat e Zotit dhe me ato emrat mundohet me bë duan tën. Pra kjo tregon që besimtari duhet me ditë, me njoh Zotin, me njoh cilësitë e larta. Kur e njeh Zotin, kur lexon për Allahun subhanahu wa ta'ala, dije që ai ka me shtu dozën e ibadetit të adhurimit dhe ka me qenë më i qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu për qëndrueshmërisë së fesë dhe e fundit është që me lexu për historitë e pejgamberëve, me qysh se çfarë sfide kanë pasur pejgamberët e Allahut subhanahu wa ta'ala, çfarë sfide kanë pasur sahabët, çfarë sfide kanë pasur tabiinët, selefët kështu më radh. Me lexu për ato, me lexu që pejgamberi Ibrahim alayhis salam, edhe nëse është hull në zjarr, nuk ka qenë i lëkundshëm. Është në bashkëtet tek Allah subhanahu wa ta'ala. Është në bashkëtet dhe ka thënë, ky ka me udhëzu mu, ky ka me më gjetë zgjidhje mu. Po ashtu, edhe Musa alayhis salam, kur ka shku e ka hapë detin me shkopin e tij. E shumë ngjarje tjera që besimtarit duhet me qenë i qëndrueshëm në fenë e Zotit. Pa për shkaq që është që me lexu për historinë e pejgamberëve, nuk është vetëm histori. Historia e pejgamberëve është edhe mesazh për neve që me qenë të qëndrueshëm në fenë e Allahut. Po ashtu me lexu për historinë e sahabëve, që kanë hek ata vetëm me ngrit fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Që kanë hek tabiinët e tabiinët kështu me radhë. Që ka hekim ne që jemi këtu në vendet evropiane, që me ngrit fjalën e Zotit, që me mbajt
gjallë këtë xhami e shumë xhami tjera që janë në Europë. Pra kjo tregon që njeriu duhet me sakrifiku, duhet me qenë i qëndrueshëm në fenë Allah subhanahu wa ta'ala dhe duhet me qenë që ka me bo vetën apo ka me sakrifiku vetën, familjen, vetëm me ngrit fjallë Allah subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që me nabon e jo të qëndrueshëm në fenë e Zotit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që zemrat tona mas me nejtë vijuon. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që këto zemra çdo herë me qenë që përmend Allah subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun që me na mashru të vdekurit tanë, që i rujt rinin tanë. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala me na bë besimtarë të devotshëm dhe me qenë të qëndrueshëm deri në momentin që kena me japë frymën e fundit të kësaj dunjaje. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpëbleft për ndëgjimin, më bën Allah për Zot më ndihmo dvi faqe bar Gjennetin ta në kërkoj o Zot Në njijet pëmve me fruta plot Në shtëpi të paqës të jepër